Rëkolita mirë, ndalemi tek ato se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave, ka qenë një javë në fakt me ngarkesat e veta politike, do doja ta nisja pak me një përplasje që ndodhi tyrëve në fakt të Partisë Demokratike sa i përket depozitimit të kandidaturave, pak sa çuditshme, por ndërkohë që për Partinë Demokratike është mëse normale, pra procesi nuk po pengohet dhe ka një garë. U mbyll afati, zoti Berisha vetëm kundrejt mjekës. Partia Demokratike edhe pse prej 13 vitesh në opozit, po e keq menaxhon procesin e zgjedhjeve të brendshme në parti, duken konfuz dhe të shashtisur nga militantët, nga sjellja e njerëzve, po them për ngjarjet që ndodhin sot në Korçë, ku për zgjedhjen e kryetarit të Degës u zun deputetët, militantët, anëtarët e partisë, disa nuk lejuan të votuan. Domethënë, një parti që është 13 vite në opozit duhet i kishe shoshitur këto gjëra, duhet ishte një gjë shumë harmonike, do të ishin të bindur për struktura se cili është vlerësimi, rruga. Pastaj procesi në qendër për zotin Berisha dhe për kandidatët që nuk u bën kurrë kandidat, zonja Mereme, Saljani, Balliu dhe shumë të tjerë që kishin dëshirë për të kandiduar, u ndaluan me kleçka dhe me gjetje ekstra statutore në Partinë Demokratike. Dhe ne pam shumë mirë që edhe një kandidati që i plotësonte kushtet formale, një ditë më pas u përjashtua nga ky komisioni që qeveriset gjithmonë nga zonja Albana Vokshi prej dekadash, tashmë kam harruar se sa vite ajo drejton këto strukturat. Por më duket një gjë shumë e keq menaxhuar, domethënë mund të ishte thjesht një veprimtari demokratike shumë e qetë, shumë normale, por gjithmonë aty kthehet në një matje forcash, matje egosh. A mendoni se kishte ndonjë konkurrencë përballë zotit Berisha me këta emra, apo çfarë mund të? Po pikërisht. Apo vërtet ndoshta ju referuan, pra, po them zonja Vokshi apo kush e kishte përgatitur rregullave? Ka një problem shumë të madh. Ku një parti prej vitesh denoncon majorancën në çdo palë zgjedhje që vjedh votën, tjetërson votën, tjetërson procesin, ka probleme në procesin, nuk arrin dot të bëjë një proces normal brenda partisë së tyre, me anëtarët e tyre. Për çfarë vote të lirë kërkon ti dhe proces demokratik kërkon ti, kur ti nuk arrin dot të disiplinosh një palë zgjedhje të qeta brenda partisë tënde. Domethënë, ke 36 vite demokracie dhe akoma bën shfaqje të huaja në zgjedhje, del dhe në për konferencë, në për foltore dhe shan antarët dhe ish kolegët e tu, të cilët njëherë i ke quajtur të burgosur politik, të dënuar nga këta narko-gjykatat e narko-regjimit, të këtij regjimit që vjedh votën e lirë, dhe ti vën një nen në këtë formularin që kush është dënuar nga këta gjykatat e narko-regjimit nuk lejohet të jetë kundërshtar im.